Rritja e çmimit të faturave të energjisë elektrike gjatë muajit dhjetor ka shtuar pak kënaqësitë e qytetarëve kosovar, të cilët thonë se çmimet janë të përballueshme, sidomos për pensionistët dhe kategoritë me të ardhura të ulta, raporton Ekonomia Online. A ju ka fatura për muajin? Po. Është më shtrenjtë se muajve të Po çështë është 20 euro. 20 euro më shtrenjtë. Sa ju ka? 65. A po mundeni me a dal? A pa mundi? S'ki qare se vjene e këput. Rrima bëri mjetës edhe uj. Kërkun në Evropë, se në Balkani hisë rrima që jo ma shtrenjtë të në. Kjo është mizerje. Me 150 euro për në gjënë. 60 euro me pagu. Rrim veç me pas fabrikë. Tash nuk është vetëm energjia elektrike, e cila është shumë shtrejt, po janë edhe faktura tjera. Për shembull, uji, është higjiena, janë nxemja, edhe është shumë shqetësuese. Edhe unë mendoj që qeveria duhet me pas parasysh për shembull këtë kategoritë njerëzve, sepse ata e kanë për obligim për me punu, që secili qytetar i Kosovës me mujtën me pas një jetë dinitetshme. Ndërkohë, zyra e rregullatorit të energjisë u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës dhe bizneseve që të tregohen të kujdesshëm dhe racionale në përdorimin e energjisë elektrike.